Skënderaj, Obiliq dhe Novobërt. Po ashtu raportuan edhe pra sa i përket daljes së qytetarëve deri më tani që tha se ka qenë 572.000 mbi 572.000 votues apo 28.65%. E për të diskutuar këto pra zhvillime, por edhe procesin e tërësinë në studio me neve është analisti Adrian Zeqiri. Adrian, mirë se erdhët në këtë speciale. Mirë se gjej. Ata të fillojmë me këtë konferencën e fundit që mbajti Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pra ajo që është paralajmëruar gjatë këtyre ditëve se mund të kenë ndërprerje të energjisë elektrike dhe ka pasur thirrje për kushtim të energjisë. U raportua se ka pasur probleme në disa prej komunave pra ku po zhvillohet procesi i votimit. Si keni parë këto zhvillime? Po mendoj që është për të ardhur këtë që energjia elektrike ende është temë në vitin 2025, duke marrë parasysh që Kosova është përballë me kriza energjetike që në vigjiljet që saj, dhe se ndoshta tregon për punën që është bërë këto 25 vite. Unë shpresoj që ndërprerja e energjisë elektrike nuk do të ketë ndonjë impakt. Unë e mbaj mend prej vetës prej vitit 2000, kur kam qenë pjesë e OSB-s, kur nga organizu zgjedhjet në atë kohë, edhe atë kohë ka pas probleme me energji elektrike dhe nuk ka shkaktuar ndonjë problem tek rezultati, dhe shpresoj që kjo do të jetë rasti edhe kësaj radhe. Kështu që kjo, për sa i përket daljes në zgjedhje, u dhanë shifrat të cilat u dhanë janë prafërsisht të njëjta me ato të shkurtit të vitit këtij viti, do thotë kur janë mbajtur zgjedhjet e kaluara të përgjithshme, jemi të folë për shifra të njëjta. Këtu unë dëshiroj të ceki që ndoshta ekziston një lodhje e votuesve, nëse mund t'i quajmë rezident të Kosovës, të cilët kanë dalë më pak kësaj radhe në zgjedhje, po kjo është kundërbalancuar me një numër të madh të diasporës dhe mërgjimtarëve të cilët janë të pranishëm dhe mandej e japin këto vlera prafërsisht të njëjta me ato të shkurtit të këtij viti, sepse unë mendoj se është një kategori e votuesve që nuk kanë marrë pjesë, sidomos atyre që kanë jetuar në Kosovë dhe kanë përjetuar këtë paralizën institucionale të vitit të fundit. Po, dhe Adrian, duke parë parasysh që po thu që a mund ta bëj dallimin vota diasporës ani edhe në rezultatin zgjedhor, marë parasysh që a voton diaspora ndryshe krahasim me neve, cilë ndoshta votën shkojmë ta vendosim kutinë e votimit për një çështje tjetër, e diaspora për një temë tjetër, ajo tani. Është debat shumë i nxehtë kjo. Unë baza asaj që kemi pa për zgjedhjeve të kaluara, është e ditur që vota e diasporës së paku aja që është dhanë prej votimit me post, ka qenë prafërsisht për dy parti politike, duke anuar drejt një partije pak ma shumë se sa tjetrën. Do thotë, unë mendoj se do të ketë ndikim, prafërsisht sa i kum pa të dhanat zyrtare, se sa ka pas bashkëdhetarë që cilët kanë ardhur 200-300 mijë, do thotë, unë vajzën e kam gjithashtu jeton jashtë, kur erdhë tha, babi tha, 4 aeroplana janë nisë për një herë për Kosovë. Kështu që po besoj që gjithsesi do të ketë... Ka një entuziazm shuar diasporës. Po mendoj se është entuziazmi vetëm është i diasporës. Dhe ky erdhi ndoshta edhe për shkak të mobilizimit partive politike më shumë për diasporën apo çfarë? Po sigurisht, unë mendoj se ka qenë një mobilizim, është aja historia e diasporës është e tillë që është, do thotë, është punu të mobilizohet aja, se sa mandej është diskutim tjetër, është e drejt apo e pa drejt që rezultati të merë kohje ndryshe ose të ketë rezultat ndryshe me votën e diasporës. Ka plot shtete që përballen me votë të diasporës, duke përfshi prej nga lindë dhe emri diaspor Izraeli, është komuniteti hebrej, cili është i shtrirë gjithandej botës, duke përfshi ndoshta mos shumti Shtetet e Bashkuara, ka po aq hebrej në Shtetet e Bashkuara sa ka në Izrael. Mirë po aty do të thotë pa qenë rezident në Izrael, edhe pse e ki në shtetësi, duhet ta dëshmosh që je rezident i Shtetit të Izraelit për të pasur do të thotë të drejtë vote, kuptimin që i janë kufizu, do të thotë
disa të drejta në shtatasve izraelit të cilët nuk jetojnë në Izrael, në kuptimi që taksat, ku i paguajnë taksat dhe a përballën me problemet jetësore të njerëzve që jetojnë në aty. Sepse është ndryshe, ta zojmë për 2 javë ditë, 3 javë ditë me arë me jetu në Kosovë, dhe ndryshe është për ata që jetojnë për çdo ditë këtu dhe përballën me do ta vazhdojmë këtë diskutimin për diasporën, vetëm do të kemi një shkputje shkurtër për shkak se e kemi kolegën tonë Donisa Faziu këtu në lagjen në kryeqytet, e cila do të na sjell informacionet e fundit nga atje. Atëherë Donisa, përshëndetje dhe nga ku paraqitesh? Përshëndetje për ju në studio dhe gjithë shikuesit e Koha Vizionit. Në fakt ne gjendemi në komunën e Gjakovës, në fshatin Korenic të kësaj komune. Gjendemi në shkollën fillore të mesme të Olet Luiç Gurakuqi dhe këtu afër vetes kam një qytetar i cili para pak minutash vetë se ka shfrytzuar të drejtën e tij për të votuar. I nderuar, si të fillim, faleminderit për kohën. A mundesh më na tregu se si shkoi procesi i votimit? Procesi i votimit ka shkuar në mënyrë të rregullt. Në momentin e votimit, do më thonë, sekretari, ashtë antarët e komisionit kanë qenë vendin e punës në